Ndëron jetë në moshën 40 vjeçare këngëtari i njohur shqiptar, Shpat Kasapi, pëson arrest kardiak gjatë koncertit në Itali. Këngëtari i mirënjohur nga Maqedonia e Veriut, Shpat Kasapi, ka ndëruar jetë në mënyrë të parakohshme në moshën vetëm 40 vjeçare. Ngjarja tragjike ka ndodhur në Itali, ku artisti po merrte pjesë në një koncert në qytetin e Bolonjës. Sipas raportimeve të mediave vendase dhe rajonale, Kasapi ka pësuar arrest kardiak të papritur, pavarësisht se nuk ishte bërë e ditur më parë që ai të kishte pasur probleme shëndetësore. Fatkeqësisht, ndihma e shpejtë nuk arriti ta rikthente në jetë. Lajmi ka tronditur të gjithë publikun shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Kosovë e Shqipëri, duke shkaktuar reagime të shumta dhe mesazhe pikëllimi nga kolegë, figura publike dhe fansa të shumtë që janë rritur me muzikën e tij. Kush ishte Shpat Kasapi? Shpat Kasapi ka qenë një ndër emrat më të njohur të skenës muzikore shqiptare që prej fillimit të viteve 2000. I lindur më 1 maj 1985 në Tetov, ai u rrit në një familje me traditë muzikore, gjë që ndikoi në formimin e tij artistik që në fëmijëri. Me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike, ai u shndërrua shumë shpejt në një nga idhujt e rinisë shqiptare. Karriera e tij nisi fuqishëm në tregun muzikor kosovar dhe atë shqiptar, ku solli një sër këngësh që u kthyen në hite dhe vazhdojnë të dëgjohen edhe sot. Mes tyre renditen AMD, Valle Kosovare, Dashni pa limit, Aroma e saj, si dhe shumë të tjera që lanë gjurmë në skenën popullore e moderne shqiptare. Gjatë viteve të karrierës, Shpati ka marrë pjesë në festivale të rëndësishme muzikore, ka realizuar bashkëpunime të suksesshme dhe është vlerësuar për karakterin e tij të qetë, pozitiv dhe komunikues, cilësi që ia fituan dashurinë e publikut dhe respektin e kolegëve. Në vitin 2021, ai u martua me Selvije Jaos, me të cilën solli në jetë një djalë. Megjithatë, para rreth një viti, çifti i dha fund martesës. Reagimet e artistëve shqiptar. Reagimet pas lajmit të vdekjes së tij kanë qenë të shumta dhe mjaft prekse. Figurave të njohura të muzikës dhe televizionit ju ka ardhur e papritur dhe e rënë ndarja nga jeta e një artisti që njihej për zemërgjërsinë dhe mirësinë e tij. Këngëtarja Vesa Luma ka ndarë një mesazh prekës, ku shpreh trishtimin dhe respektin për Shpatin. Na trishtove shumë Shpat. Ishe një nga njerëzit më të mirë e më pozitiv që kam njohur. Një djalë fisnik e plot jetë, ashtu si që ishin edhe këngët e tua që rritën një brez të tërë. Dritë pas shpirti yt. Ngushëllime familjes, miqve dhe kolegëve. Moderatorja dhe producentja Arbana Osmani, e cila ka punuar me të që në vitet e hershme të karrierës së saj në Top Fest, shkroi. Shumë i dhimbshëm lajmi për largimin nga jeta të Shpat Kasapit, me të cilin pata fatin të punoj më shumë se 20 vite më parë dhe ta ftoj në skenë me 10 herë. Faleminderit për muzikën, energjinë dhe buzëqeshjet e pakursyera që na ke dhuruar. Këngëtarja Dafina Zeqiri shpreh mosbesimin dhe dhimbjen për lajmin e trisht. Nuk mundem me besu këtë lajm kaq të trisht. Ti gjithmonë ke qenë i mirë me ne, gjithmonë pozitiv. Kështu do të mbajmë mend për energjinë tënde të mirë dhe për muzikën e gëzueshme që na dhurove. U pret në paqe, e Zoti i jap forcë familjes. Këngëtari Ermal Fezullahu, që e ka njohur Shpatin që në fëmijëri, shkroi një dedikim të dhimbshëm. Nuk po muj me besu, sot shkove ti miku im i fëmijërisë. E filluam karrierën bashkë e shumë kujtime të bukura patëm me ty, të cilat do t'i ruajtan jetën. Na theve zemrat Shpat, pushoj qetë vëlla. Ngushëllime familjes. Reperi dhe producenti Big Basta vlerësojnë mbi të gjitha karakterin e tij të rrallë. Të gjithë kolegët e dim çfarë djali i mrekullueshëm ke qenë. Nuk i bënte nona dy si ti. I sjellshëm dhe zemër të madhe, kur nuk dëgjuam diçka të keqe nga ti për askënd. Ndarja nga jeta e Shpat Kasapit përbën një humbje të madhe për muzikën shqiptare. Emri i tij, projektet muzikore dhe ndikimi tek brezat e rinj do të mbeten të paharruar. Ky është një lajm në përditësim dhe priten reagime të tjera nga bota e artit, kolegë të tjerë të skenës muzikore dhe institucione kulturore.